Dy sindikata që funksionojnë në ndërmarrjen publike, Parqe dhe Gjelbrime dhe në dy kompani Floracom dhe Luna në protestat të ndara në rrugën i Lindenska në Shkup, të vendosura rreth 1 kilometër larg njëra tjetrës, kërkuan në rrogën e shtetit. Sindikalistët që kanë të njëjtin problem, por nuk duan të shihen mes vete, paralajmërojnë se vonesa 14 ditëshe do të shkaktojë edhe probleme të tjera për punonjësit. Веќе за 2 дена вработените ќе останат доколку не се исплати платата за август и без здравствено осигурување, што е уште пострашно, бидејќи голем дел од вработените имаат потреба од медикаменти и редовна терапија за оние хронични болни. Nga sindikatat rivale që është përfaqësuese para pushtetit shtojnë se nuk është vetëm rroga problem, nuk respektohet as marrëveshja për pagesën e shtesave të rrogës. Но не се само тоа. Имаме и обврски согласно закон и колективен договор, треба да им се исплати отпремнина за оние што идат до пензија, потоа регрес, К15, јубилејни награди. Воопшто до сега не им е исплатено. Значи не сега од оваа постава, туку историски наназад, откако постои ЈП Парков за Ненело, Флораком и Луна. Значи не им се исплатени овие додатоци на плата. Por problemi i vërtet i ndërmarrjes publike, Parqe dhe Gjelbrime është se ajo nuk ka mjete burimore për financim, që nga themelimi ato financohen nga përgjindja që ndahet nga pagesa e mbledhur për ujin e konsumuar. Aktualisht për Parqe dhe Gjelbrime mujore transferohen 20 milion denar ose 240 milion në vit, megjithse për rrogat e rreth 600 punonjësve dhe 200 sezonalëve nevojiten 480 milion. I gjithë programi i punës, pra shpenzime totale të firmës që i miraton Këshilli i qytetit të Shkupit, arrin 800 milion denar. Сметаме дека има во нашето соседство добри примери како би се финансирало ова предпријатие. Не треба да измислуваме ние топла вода, едноставно да ги пресликаме тие решенија за да може понатаму да не се доведат работниците своето право на плата да го остваруваат на улица. Zgjidhja që propozohet është që ndërmarrja publike, Parqe dhe Gjelbrime për çdo punë të kryer t'i dërgoj faturë qytetit të Shkupit, me çka do të zgjidhen të gjitha problemet ashtu siç u zgjidhen në Beograd, Serbi, ku një ndërmarrje e tillë është një nga më të pasurat. Për më tepër, në njërin nga protestat u dha se Këshilli i qytetit të Shkupit para një muaji e gjysmë ka miratuar subvencione në shumën prej 80 milion denarësh, por se pavarësisht punës së kryer për mirëmbajtjen e gjelbrimit të qytetit, qyteti i Shkupit nuk i ka paguar faturat e dorëzuara. Për këtë problem, sot drejtuesit e firmës biseduan me përfaqësues të qytetit të Shkupit.